Shkoj gjithë pjesëtarët e kësaj familje të madhe nga Kosova edhe nga diaspora. Kemi kënaqësinë që në studion të ndajmë me zotri Hysen Sogujeva dhe zonjën Dardane Sogujeva. Mirëmëngjesi edhe mirë se ardhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, shumë kënaqësi që ju kemi pjesë të emisionit sot edhe që keni më na fol për këtë aktivitet ta quajmë apo si me e qujtë këtë ditë? Dita juaj. Po si ka lind ideja, tregom një pak për me e kriju kështu një ditë të veçantë për familjen Sogojeva? Po, drejtën me thonë, dikon duhet mu inspiru për me mujtë me bo dishka, më sëndej. Kështu që, unë personalisht po thame, inspirimin e kum pas prej një shokut shkollës, gjimnaz kemi qenë bashkë, a i ka pas të buë kelment. Dikon para 10 vjetë. Edhe në një farforme më shtu kurreshtja dhe thët ajo që pse, a muj me bo edhe une, a muj na me bo edhe na Sogojevë këtë punë. Edhe dita ditës s'mu jap ke rasti edhe drejt me thonë keshëm një kusherin avdeq edhe në po me zakonisht Mbledhen krejt. Po, mbledhen krejt dhe mas ka më romi ambesin vetëm na Sogojevë. Edhe thënë, të është momenti mi qelë muhabetin, edhe qështu i fillova, thash, qëre, unë e kam njëtë me njës një aktivitet, një iniciativë, po am dëgjënë, asë më dëgjënë, nuk e di, veç me njës dëne me njës. Qka, thëmë, të festojmë ditën e Sogojevë. Edhe që shtetë poplit dhezi shumë. Krejt, kënë për me njerë po. Edhe më sëndej, kom fillu me i marë tash se nuk e dim ka jenë krejtë Sogojevët. Edhe tu i marë informatat. Në Bajqin, në Shtedim, atje në Dors, në Shqipëri, pastaj në Mitrovic, në Studime, në Vushtre, këta kollari jenë Sogojevë. Ramadani, që është Ilbe Ramadani, i rëjtari, që lumë për Shqipërin, është Sogojevë. Hajrizit në Valan jenë Sogojevë. Dhe me thonë, po për shkak të rëthonave, ata i kanë ndru mbjemnë, për shkak se na jemi prej Sogojevës, dhe të Sagonjevës, prej Kushumlijës, faktikisht prej Toplicës. E tash, qka po dojna me bu në këtë farë? Mesazhi, ku është mesazhi? Mesazhi është mi njoft dritë. Se qysh ka nërë ta Sogojevë? Se kej këta parafolës, këta folësat, dhe me thonë, të që ty në rajonë që i përmena, kanë me folë në ditën e mbajtjes, për arsye se kanë mu njohë për se cili, për Navalonën, se cili, për Shqipni, se cili. Edhe është, mesazhi është njerë mu njohët me nipa, me mesa, me kushëri, për fejtë me zveti, e dyta, për ardhen se ka janë ardhë. Kjo është mesazhi ma i madhë. Po so antarë pritët me qenë pjesë në ditën e Sogojevë? Po, kërë kemi formu këshillin, që bile kam të shënu me këtu, me 30 nëntor 2024 kemi mojtë takimin e parë. Në restoran Mero kemi qenë vestjat 30 veta, 29 veta si këshillin inicus. Tash është 40. E tash, pri që ty në 40-ve, këta se cilë e ka morë detyrin e vetë për me mujtë me i grumbullu në të rajonëve të veta. Dhe një paralogari që kemi shku në minimumi, në ka dalë mbi 500. Kështu që unë jam shumë i sigur që kjo do tjetë ofër 700 pjesëmarrës. Po zonja Dardane, çfarë roli ke pasi gjatë përgatitjes së kësaj dite dhe vështirësi që i keni pas për me mbledh gjithë antarët e familjes, etj. Vështirësi ka qenë begët moja, se tash pumi që pëjnë edhe rrjetet sociale dhe po mi gjetë se është në këtë Evropën, dhe më dhënë edhe këta pushusi që kanë marrë në korrekt ngusht, i kanë bodhë terminat për me orë me pjesën e 2 gushtet. Organizimi është, do me fillim sortë që ku me fillu është historia Sogojevë. Se kimi nipa dhe mbesa që jenë vogla dhe nuk e din, këni kanë doj, se si kanë njofë ma heret. Edhe kina me vazhdu me aktivitete, me veshje kombëtare, vojzat, kemi me vazhdu me historin e komandant Abedin Sogojevës, që tash është i vdekur. Edhe kemi me vazhdu me muzik, kemi me vazhdu me art, do më thonë me kretë aktivitetet që ka janë, që me konë sa ma e mirë organizimi, që bohen, do më thonë ribashkuhen, Sogojevë që nuk jenë njëfë me vite.
Për me, Patjetër. do të thot, na, spari kemi bo ftesën. Po. Ne kisha me fokusu kamerat. Ftesa ju ka shpërnda njerëzve, gjithë njerëzve sogojeve, edhe diasporës, që ata mi koordinu, para 4-5 muje kjo ftesë është shpërnda. Mi koordinu pushimet që me 2 gusht me qenë në Kosovë. Po. E dyta, na kemi bo edhe logon. Dhe të thëtë, tu i falenderu Trokitit, është një kompani, edhe kushtrimi, cili e ka bo logon, nëse kamera mundet me fokusu. Po vrijet aty shkronja së në si Që mbojnë... Sogojevet, pranë kjo është logon. E tash, këtu mrena është edhe përmbojtja. Po. Qka do me thonë? Përshamu, kjo i rrota, se kur i kanë shpërngull Sogojev prej Kushumlijës dhe prej fshatit Sogonjeva, prej Toplicës, ata kanë ikë me qere. Dhe më thonë simbolizën qeren e atërshme. Kjo brenda dekt, janë të dekt, se ka janë shpërnda Sogojev. Në Kreta, përshin në Kretë Kosovën, në Shqipëri edhe në Turqi. Dhe më thonë janë shpërnda. Dërsa Molla Kuqe, që përmene shumë shpesh, dhe të te Molla Kuqe simbolizon venin ka kemi ardhë. Edhe aty një së. Po, edhe sëja është që sëja. Kështu që kjo të i falendru kushtrimit edhe Trokitit e kanë bo dhe nga ka pilësju gjithve në këshillit të organizative dhe me këtë logo tash edhe e simbolizon Sogojefti. A planifikoni me bo kështu aktivitet të përvjetshëm këto apo jo? Tash varet e pora qysh po kalujmë këtu. E tash, e veçanta tjetër është që ne në ditën e 2 gushtit e kemi një brëshur e cila ka më bo 2 antë, një format A4 në 2 antë, edhe këtë shkruan për sitë cilën rajon të Sogojeve. Edhe ka më po histori, edhe sitë cili pjesëmarë që i ka me qenë atë 5-600 copa kanë me marrën për me po, këto e ka bo Amiri është një njësi i kësaj fushë, dhe se cili e ka vetën për me. Pastaj, në kodër kësaj kemi formu dhe komisionet për cilat e letësën këtë punë. Kemi për shumë komision për diaspor. I zetin e kemi për Suedi, për shtetet skandinave. Bujarën edhe agimin e kemi për Gjermani. Tjetën e kemi për këtë pjesën tjetër, për Turqi. Se cili vjen e ka përfaqësuesin e vetë. Pastaj e kemi Alin për financa. Për financa. Dardanën e kemi për organizim, përmeni, kjo bile dhe mos me pas mojt, i kemi ndru vend, kemi pos njerë me mojt në tapt, kemi pos natyrë me mojt, edhe me shku me ushqime tradicionale, po pjesa që është kuha shumë e nëzete dhe atëherë s'kemi guxu se është pjesa që më rreziku se është edhe të mushun ka atë. Më rëndësi e kemi primore na mi njoft tash ata të mushunit, këta trit mi njoft ata, edhe pa ta nuk bëjke. Edhe puna edhe që ka me pos një flokës shumë të madhë, të lajmërum që janë bi 600, edhe s'kemi rreziku me shku në pjesat e hapura. Po besoj që për këta pak minuta e përmblodhëm në përgjithësi gjitha informacionet për sa i përket këtij organizime. Krejt ata që dojnë me qenë pjesë e kanë aty datën, adresën, krejt në rrjetet sociale. Zotri Hyseni, ju falenderoj shumë, gjithashtu edhe zonja Dardoane që ishit pjesë e këtij emisioni, edhe patjetër besoj që ndonjë ekip jo ATV-s do të jetë aty ta përcjellë gjithë organizimin. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. E kështu të dashur shikues, erdhëm edhe në fund të këtij edicioni. Falenderojmë shumë juve që keni qëndruar me ne dhe do të shihemi përsëri nesër në orën 7:30 këtu në ATV. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit.